بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, falen dhe ndihmën vetëm prej Tij e kërkojmë. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedun sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, jemi falendërues Allahut Azza wa Jall në vazhdimsi mëngjese mbrëmje dhe për çdo moment që na ka udhëzuar në Islam dhe na ka mundsuar ta njohim rrugën e pejgamberit të fundit, vulës e pejgamberisë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili u dërgua mëshirë për gjithë njerëzimin, madje për gjitha botrat, si për botën e njerëzve, ashtu botën e xhinnëve, botën e kafshëve dhe gjitha botrat e tjera. Dhe është nder i madh që njeriu ta njoh fillimisht personalitetin e tij, sa njeri as nuk ja kanë haber që ka ekzistuar ky pejgamber, edhe sa të tjerë nuk e njohin personalitetin e tij të vërtet, nuk e njohin madhështinë e tij, burrinë, trimrinë, bujarinë, fisnikrinë, butësinë e shumë sifate të tjera të këtij pejgamberi të madh. E pastaj lema që njeriu ta dëshmojë dhe ta deklarojë se ky pejgamber është pejgamberi i vërtet, e pastaj lema ta ndjek rrugën e tij dhe sunetin e tij dhe të jetoj duke ushqyer zemrën me mallëngjim për të, dhe të jetoj në çdo moment dhe në çdo çast dhe çdo veprim që e bën në jetën e tij, në vazhdimsi e mendon se vallë a është kjo në përputhje me praktikën dhe punët që i ka bë më i dashuri im, mësuesi im i botës së tjetër, i ahiretit, ai i cili qau për ne edhe pse nuk na pa. Dhe gjitha këto janë privilegj prej Allahut Azza wa Jall që dikujt me ja mësu dhe me e begatu dika me këto gjana. Prandaj, kjo meriton një falënderim të veçantë ndaj Allahut Azza wa Jall që na ka privilegjuar me njohjen e këtij njeriu të madh, pastaj edhe ndjekjen e rrugës së tij. Dhe tash sa takime bëhen diku gati, do thot 2 vjet e gjys, po gati 3 vjet në Ramazanin që vjen, bëhen 3 vjet kur kemi filluar me fol për jetën e këtij burri të madh, biografinë e tij, të bëmat e tij, fjalë dhe çdo sen që e ka regjistruar historia nga jeta e tij. Dhe ajo që kemi fol tash për 2 vjet e gjysmë nuk i ka përfshit gjitha momentet edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ka dhe shumë më shumë. Po ne jemi mundu me fol rreth me i përshkru ngjarjet në mënyrë kronologjike se çysh kanë rrjedh dhe në çfarë viti dhe në çfarë kohe ka ndodhur kjo ngjarje e ajo ngjarje. Pastaj edhe jemi mundu me nxjerrë ndonjë mësim aty këtu në mënyrë të shkurtër. Dhe tani jemi afër përfundimit të përmbylljes së kësaj biografie madhështore dhe kemi arrit në
fund apo fillim të vitit të 11 të hijretit, i cili është viti i fundit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë jetë dhe nuk kaluan 2 muaj pak ditë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u nda nga kjo botë. Dhe në fund të muajit Safar të vitit të 11 pra të hijretit, muaji Safar është muaji 2 hijri, pas muajit Muharram. Muaji i parë është muaji Muharram, pastaj muaji Safar. Dhe në fund të muajit Safar, në ditën e Han, me datën 25 Safar parafërsisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i të boj sahabët e tij dhe i nxiti për luftë. I nxiti për luftë kundër romakëve. Pasi që do thotë romakët i kishin pushtuar një territor dhe donte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta çlironte atë territor nga zullumi i tyre. Dhe e thiri Usame ibn Zeidin radhiyallahu ta'ala anhu, të cilin një herët më herët e kishte pas edhe të birësuar. Dhe në atë kohë Usame ibn Zeidi ka qenë në moshën 18 vjeçare. Tash paramendo domethënë në moshën 18 vjeçare. Kënë kena këtu 18 vjeç. Domethënë kena Libranin, Ajanin, domethënë këtë moshë. Ish Usame ibn Zeidi radhiyallahu ta'ala anhu, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thiri dhe e vendosi komandant të ushtrisë së muslimanëve për ta luftuar një perandori të tërë, e cila me shekuj kishte pushtu thuja 1/3 e tokës. Usame ibn Zeid në moshë të re, 18 vjeçar. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja dha disa direktiva Usame ibn Zeidit në atë ditë, pa në atë takim, dhe i tha që ushtrinë e tij, kalorësit e tij, fillimisht të i staciononte në vendin e quajtur Belqa të Palestinës së atëhershme. Vendi i cili në ditët e sodit ndodhet në territorin e Jordanit, sikurse që mundi me pa do thot në hartën që keni në televizion, ai pjesa aty ku është e rrëmbullaksuar me të kaltërt është Belqaja. Dhe ngjit me to tash është Ammani, kryeqyteti i Jordanit. Ndërsa në anën e majtë e shihni domethënë është pjesa e Palestinës që domethënë me zullum tash jehudët e quajnë si Izrael, mirë pa ajo është Palestinë, ka qenë do të jetë pra deri në Kiamet. Dhe këtu poshtë afër ku po shkon Ashdud, pak më poshtë është Gaza, ku sot domethënë zhvillohen luftimet e përgjakshme, ndërsa në pjesën e sipërme të kësaj, përmi në anën e majtë, pra të atij rrethit të kaltërt, ndodhet kjo farë West Bank, që më thënë banka perëndimore. Por pjesa më të kaltërt ka është e rrëmbullaksuar është El Belqa. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për atëherë pra i dha urdhër Usame ibn Zeidit që të shkojë dhe ta çliroj këtë krahin. Dhe ndër gjanët që ja la porosi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Usame ibn Zeidit, i tha: "Sir ila mawdi'i maqtali abika fa awtihum al-khayl." Tha shko deri tek vendi ku është vra baba jot dhe aty vendosi kuajt. Faqad wallaytuka hadha al-jaysh, sepse po të bëj ty komandant të kësaj ushtrie.
فأغر صباحا على أهل أبنى وحرق عليهم وأسرع السير تسبق الأخبار. Tha shko dhe sulmoj njerëzit apo banorët e vendit Ubna, ish një qytet në atë krahin, sulmoj dhe luftoj ashpër qysh në mëngjes. Pastaj tha ngutu, ngute shpejtoje vrapin që me i parakalu lajmet. Sepse kur ndodhë një vend tash, një betejë e tillë, lajmet kanë me vazhdu matutje mu përhap. Dhe i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që momentin si te përfundon sulmin dhe e çliron atë pjesë, më njëherë vazhdo tutje që mos me leju, do thot me u përhap lajmi matutje dhe me marr vesh armiqt e me u përgatit. Thot fe in dhaffaraka Allahu fa aqlil al-labth fihim. E nëse Allahu azza wa jall ta mundson me triumfu dhe me çliruat krahin, atëherë mos ri gjatë në atë vend. Wa khudh ma'aka al-adilla wa qaddim al-uyuna wa at-tala'i'a amamak. Tha merri me veti udhërfyesit, pra njerëzit që e njohin atë krahin dhe i njohin rrugët e asaj krahine, dhe nisi para teje, para ushtrisë tënde, nisi spionët dhe vëzhguesit. Uyun janë quajtur një një pjesë e veçantë ose njerëz të veçantë në ushtri, të cilët kanë shku paraprakisht në vendin ku ka pas mu bë betejë dhe e kanë vëzhgu vendin. E kanë vëzhgu gjendjen e armikut fshehur azi për me u përgatit ushtria e muslimanëve. Dhe kjo ka qenë këshilla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam drejtuar Usama ibn Zeidit në ditën e Han. Në ditën e Han me 25, parafërsisht 25-26 Safar. Mirë po, në ditën e mërkur, pas 2 dite, i fillojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të thotë dhimbjet e para të sëmundjes së vdekjes. I fillojnë pra dhimbjet e para, i paraqiten dhimbjet e para në ditën e mërkur. Diku i bjen me 27 Safar. Pastaj në ditën e ajnë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e merr ja jep Usama ibn Zeidit flamurin e ushtrisë dhe i thot uhzu bismillah fi sabilillah faqatil man kafara billah. Thot shko lufto me emrin e Allahut në rrugën e Allahut dhe luftoj ata të cilët e kanë mohu Allahun, pra kanë bë kufër në Allahun azza wa jall. Dhe del Usama ibn Zeidi me ushtrinë e tij, flamurin e ushtrisë ja jep Burajda ibn Husajbit radiyallahu ta'ala anhu dhe nisën dalin jashtë kufive të Medinës, qytetit pra, dhe vendosën në Gjurf. Ajo ka qenë në atë kohë jashtë qytetit të Medinës, ndërsa në ditët e sodit është brenda qytetit të Medinës, për shkak se është zgjeru qyteti. Në këtë betejë sahabët të gjithë do thotë morën pjesë, nuk la askush domethënë prej kokave me nam që ishin prej muhaxhirëve të parë dhe ensarëve të parë, vetëse ju bashkëngjitën kësaj ushtrie. Mesin e tyre ishte Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pastaj Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Sa'd ibn Abu Waqqas, Sa'id ibn Zaid, Qatada ibn Nu'man, Salamah ibn Aslam, edhe sahabit të tjerë radhiyallahu ta'ala anhum, për shkak se ishte një betejë me rëndësi dhe musliman do të përballeshin me një perandori të madhe dhe një ushtri të fuqishme. Kur dëgjuan njerëzit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë flamurin Usama ibn Zeidit radhiyallahu ta'ala anhu, disa prej tyre folën pak sepse mendonin që
Usama ibn Zeid është ende i ri për ta marrë komandën e një ushtrie. Për ta marrë komandën e një ushtrie. Sepse tham pra ishte në moshën 18 vjeçare. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit khatib ndër njerëz, pra ju ligjeroi njerëzve dhe ju shpjegoi vlerat që i kish Usame ibn Zeid radiallahu ta'ala anhu, dhe pse e meritonte ky njeri ta marrë flamurin edhe udhëheqjen e kësaj ushtrie. Në anën tjetër, Usame ibn Zeid radiallahu ta'ala anhu, kur e arritën lajmet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është mirë me shëndet, atëherë u nal, do të thotë, në kampin ku ishin nal ushtria, pra në Gjorf, dhe nuk u ngut me prit se çka do të ndodh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A do të shërohet, a do të rikthehet, apo çish do të përfundoj. Kur ju afru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pra afati i tij vdekjes, Allah azza wa jall ja u bani muslimanëve disa shenja që aludonin se do të ndahet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej tyre. Do thotë, pasi që Islami arriti shpërndarjen e tij në mas dhe të gjitha, do thotë, krahinat e Xhezires Arabe, si ujdesis arabe, u bën me musliman, atëherë Allahu fuqiplot çoi disa shenja që ja bari të qartë vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj edhe sahabët e tjerë muslimanëve se ju ish afru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam exheli dhe vdekja. Për këtyre shenjave ish zbritja e surës Nasr. Zbritja e surës Nasr. Dhe përmendet që kjo ka qenë surja e fundit si sure që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është surja e fundit, jo ajeti i fundit, po surja e fundit. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu transmeton, tregon, thot, një ditë tek ma vonë, domethënë kur Omeri radiallahu ta'ala anhu e kish në përgjithësi khalifatin, ish duke qëndru me kokat e sahabëve në një naj, dhe i pyeti rreth surës Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath. I thot, çfarë kuptimi, çka po marrmania, çfarë kuptimi ka kjo sure? Dhe disa prej tyre i thanë, fjala është për çlirimet e mëdha që do të ndodhin qyteteve edhe kështjellave të mëdha. Dhe disa tjerë thanë, jemi urdhëruar me këtë sure që kur Allah azza wa jall të na mundsoj të triumfojmë dhe të çlirojmë tokat e ndryshme, atëherë të bëjmë tahmid, të falenderojmë Allahun dhe të bëjmë istighfar. Sepse surja Nasr, çfarë kuptimi e ka? Idha jaa nasrullahi wal fath. Kur të vi ndihma e Allahut dhe çlirimi, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dhe ti shohësh njerëzit duke hyrë në fenë e Allahut grupe, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Atëherë madhëroje Zotin tënd me tahmid, me hamd, dhe bën istighfar. Innehu kana tawwaba, sepse ai është, do thotë, pranon pendimin, është pranues i madh i pendimit. Dhe kështu e komentuan disa sahabe. Thanë, me këtë Allah azza wa jall na ka urdhëruar që kur të ndodhin çlirimet e tjera, na me bëj alhamdulillah, me bëj istighfar. Omeri nuk e mori ato që e kish mësu. Dhe ju drejtoi Ibn Abbasit radiallahu ta'ala anhu, edhe pse ka qenë më i riu në atë mejlis. I tha, ma te kulu, ja Ibn Abbas, çka po thu ti o Ibn Abbas? Ibn Abbas i tha, ejel. Tha, kjo
po na njofton për një ejel, për një afat. Tha au mathalun duriba li Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nu'iyat lahu nafsuhu. Apo kjo është një shembull që Allahu azza wa jall ja solli Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe me kët ja çoi lajmin e vdekjes së tij. Dhe Omeri radiallahu ta'ala anhu, kur I dëgjoi këto, tha, ma a'lamu minha illa ma taqul. Tha, ashtu, tha, edhe unë njëjtë e di çysh po thu ti. Dhe në një transmetim tjetër përmendet që Ibn Abbasi tha, wa dhalika alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kur të vinë domethënë çlirime të mëdha o Muhammed dhe të shohësh njerëzit duke hyrë në Islam me grupe të mëdha, atëherë kjo është fundi I jetës tënd, afati I vdekjes, andaj bën tasbih, tahmid dhe istighfar, sepse Allahu është pendues, pra është pranuesi pendimit. Dhe kjo do thotë njëna prej shenjave se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I ishte afru ejeli. Tjetra prej shenjave ishte fakti se që tregon Aisha radiallahu ta'ala anha, thot një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ofroi Fatimen radiallahu ta'ala anhuma dhe I tha أن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة. I tregoi Fatimës që Gjibrili alayhi salam për çdo vit vinte dhe ja lexonte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin një herë. Pra gjatë Ramazanit ja ka lexuar për çdo vit ka një herë Kur'anin komplet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot wa innahu qad aaradani bihi al-aama marratayn. Ama thot si vjet, ka ardhe ma ka lexu 2 herë. Wala ara al-ajala illa qad iqtarab fattaqillaha wasbiri. Andaj tha, po mendoj që mu ka afru deka, mu ka afru afati I ndarjes. Prandaj tha, kije frikë Allahun dhe bën sabër, fa inni ni'ma salafu ana laki. Tha sepse unë jam para ardhës I mirë për ty në botën tjetër. Dhe ja dha do thot një përgëzim që do ta pres pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Fatimen radiallahu ta'ala anha në botën tjetër, pra do të ndahet nga kjo jetë para saj. Pastaj për shenjave tjera ish fakti se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Ramazanin e fundit që shtot Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu, thot çdo Ramazan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bante itikaf 10 ditë. E thot në Ramazanin e fundit e përcollën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe I bani itikaf 20 ditë. Pra e përcollën gjendjen e tij sahabët dhe e panë që këtë Ramazan I bani 20 ditë itikaf, duke e shtu dozën e ibadetit. E kjo është mësim për musliman që njeriu ka fundi I kohës duhet me shtu dozën e ibadetit. Në çdo sezon, fundi Ramazanit kur vjen, a ke pa, shtohet doza e ibadetit. Ashtu njëjtë edhe ka fundi I jetës së njeriu duhet me shtu dozën e ibadetit. Dhe këtë na tregon Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, thot masi që I pat zvrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam surja Nasr idha jaa nasrullahi wal fath, thot e patëm pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur e kuptoi do thot që kjo është afati I tij, do të patëm pa që e pat shtu dozën e ibadetit me të madhe. E pat shtu dozën e ibadetit me të madhe. Pastaj edhe janë disa raste tjera kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma sahabëve veç ja u bëni të qartë gjendjen e tij. I kemi përmendur thot
sikurse rastet në haxhin e lamtumirës, në beten në khutbën që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e majti te Gjemrea e Akabes, dhe aty ju tha: li ta'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Tha, mësoni mirë ritualet e juja, ibadetet e juja, se çysh duhet me i bë, sepse nuk e di pas këtij viti a muj më ardh në haxh. Dhe kjo është një tregues i qartë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e prit ndërimin e jetës së shpejti. Po ashtu Zeid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu na tregon për ngjarjen e Ghadir Khummit që kemi përmend, kur u patnal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ju fol sahabëve për vlerën e Aliut e tjera, dhe ju pat thënë: amma ba'du ala ayyuha an-nas, o ju njerëz, fa innama ana basharun yushiku an ya'ti rasulu rabbi fa ujib. Tha, dini se unë jam njeri dhe shumë shpejt ndoshta ka më ardh delegati i Zotit tim dhe unë duhet më u përgjigj. Dhe kjo i shaj për sahabat që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është duke u përgatit për ndarjen e fundit. Pastaj në ditët e fundit, domethënë pasi që u kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga haxhi i lamtumirës, një ditë shkoi në Uhud, aty ku ishin varros shahidët e Uhudit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u fali namazin e gjenazës mas 8 viteve. Domethënë, betejë e Uhudit kishte ndodhur para 8 viteve. Dhe u fali namazin e gjenazës sikurse njeriu që përshëndetet me të gjallët dhe të vdekurit. Dhe pastaj e lypi, domethënë, një mimber ku hypi mbi të dhe ju ligjeroi njerëzve, ju tha: inni bejna ejdikum farat. Tha, une kam ju parapri juve. Wa ana alejkum shahid, wa inna maw'idakum al-hawd. Tha, une kam ju parapri juve dhe unë do t'jem dëshmitar për ju. Dhe takimi im me ju do t'jetë haudi, hauzi pra në ditën e kiametit. Wa inni la anzuru ilayhi min maqami hadha. Dhe thanë këto momente tash, unë veç se jam duke pa haudin. Wa inni lestu akhsha alejkum an tushriku, walakinni akhsha alejkum ad-dunya an tanafasuha. Tha, unë nuk po frikohem për ju se keni me bo shirk, keni me u kthy në kufër. Ama tha, po frikohem se keni me vrapu mas dunjas, me garu me njëri tjetrin për dunja. Dhe thot Uqba ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu, thot: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thot, kjo ka qenë shikimi i mram hera e fundit që kum pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të gjallë. Pra atë ditë kur shkoj me ja u fal namazin e gjenazës banorëve të ose të vrarëve të Uhudit. Po ashtu, gjatë atyre ditëve, në fund pra të muajit Safar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thiri shëptorin e vet, Ebu Muwajhiban radhiyallahu ta'ala anhu, dhe e qoj prej gjumit në gjysmë natës, dhe i tha: o Ebu Muwajhiba, inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-Baqi' fantaliq ma'i. Tha, më ka ardhur urdhresa prej Zotit tim që me bë istighfar për të vdekurit e të varrosurit, pra që në Baqi'. El-Baqi' është e farë pjesa e varrezave të banorëve të Medinës. Andaj tha, hajde me mu. Dhe Ebu Muwajhiba thot, u qova dhe shkova me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot, kur hynin mesin e tënë me pranë në varreza, ju tha: assalamu alaikum ya ahlal maqabir. Pra ju dha selam. Selam aleikum o
banor të varrezave. Liyahni lakum ma asbahtum fihi mimma asbaha fihi an-nas. Tha përgëzohuni me ato me gjendjen e juaj që jeni tash në krahasim me gjendjen që janë njerëzit. Law ta'lamuna ma najjakum Allahu minhu aqbalat al-fitanu ka qita' al-layl al-muzlim yatba'u awwalaha akhiraha. Al-akhiratu sharrun min al-ula. Tha përgëzonu ose gëzonu për gjendjen e juaj në krahasim me gjendjen ku janë të gjallët dhe do të mbesin të gjallët, për shkak të fitneve për të cilave Allah Azza wa Jall ju ka shpëtu juve. Sikur ta dini domethënë çfarë fitne kanë me ardh, do të ishit gëzu. Thot kanë me ardh fitnet sikurse copat e errëta të natës dhe secila kanë me njëk tjetrën, në radhë, në mënyrë të vazhdueshme. Dhe secila që vjen, ka më qenë ma e randë, ma e ershme dhe ma e vështirë se ajo që ka kalu. Pa çdo pej kohës kur vdiq, do në prej kohës kur e vrajtën Omerin radiallahu ta'ala anhu dhe pastaj erdh Uthmani dhe atë e vrajtën, kanë fillu fitnet dhe nuk do të ndalen deri në ditën e Kiametit. Dhe çdo fitnë që vjen do të jetë më e vështirë dhe më e rëndë se ajo që ka qenë paraprake. Dhe pastaj thotë Ebu Muwajhiba radiallahu ta'ala anhu, thotë pastaj mu kthy mu pejgamberi alayhi salam dhe më tha: Ja Aba Muwajhiba, inni qad utitu mafatiha khazain ad-dunya wal khuld fiha thumma al-janna wa khuyyirtu bayna dhalika wa bayna liqa'i rabbi azza wa jalla wal janna. Tha o Ebu Muwajhiba, ma janë dhënë mu qelsat e depove të dunjas dhe qëndrimit për gjithmonë në të e pastaj xhenetit. Dhe më dha edhe një alternativ tjetër krahas kësaj, me u taku me Zotin tim Azza wa Jall dhe xhenetin. Pra, ju bën një ofertë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një ofertë sikurse qysh ju bën gjithë pejgamberëve. E kjo ka qenë një veçanti për pejgambert, kur Allah Azza wa Jall ju ka ardhur pejgamberëve me këtë zgjedhje. Apo don me vdek tash, apo po don me jetu. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jall ja dha mundësinë me zgjedh, apo don me jetu deri në Kiamet. Me duke qenë fitimtar dhe sundimtar i botës, e pastaj me hyrë në xhennet, apo po don tash me shku mu taku me Zotin tënd, e pastaj në xhennet. Dhe Ebu Muwajhiba i tha: Bi abi wa ummi, fa khudh mafatiha ad-dunya wal khuld fiha thumma al-janna. Tha kurban e bofsha baba nan për ty. Tha merri qelsat të dunjas dhe qëndrimin në të e pastaj xhenetin. Ju përgjëru që me qëndru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët dhe muslimanët deri në ditën e Kiametit. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj tha: La wallahi ya Aba Muwajhiba, laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal janna. Tha jo pasha Allahun o Ebu Muwajhiba, tha unë kum zgjedh Allahun, takimin me Allahun pastaj xhenetin. Pra kjo ish zgjedhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë dunja. E si ta bonte ndonjë zgjidhje tjetër, përderisa po i bëhet oferta me taku Allahun Azza wa Jall. Me qëndru në dynjan këtë burg të poshtër e të prisht, krahasim takimit me Allahun sa më të shpejt, kush? Pejgamberi Allahut. Njeriu do thotë që në fytyrë të tokës s'ka dikush që do Allahun më së shumti. Dhe është më i mallëngjyer për Allahun se ai. Dhe ka taku Allahun drejt për drejt.
e si mos të bante do thot këtë zgjidhje. Pastaj thot Ebu Muwajhibe, bani istighfar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për banorët e Bekis dhe u largu. E thot mas asaj nate pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja nisën dhimbjet e sëmundjes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thot në fund të muajit Safar ja nisën dhimbjet e sëmundjes së vdekjes dhe lëngoi 13 ditë me radhë i sëmur me këtë do thot në këtë gjendje. 13 ditë me radhë. Dhe gjatë këtyre ditëve falej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me vështirësi për shkak të sëmundjes, përveç në 3 ditët e fundit kur edhe do thot u nal, nuk mujke me dal në xhami pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e urdhëroi Ebu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu që t'ja falte njerëzve namazin me xhamat. Shenjat e para të dhimbjeve ju paraqiten pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me kokdhimbje. I filloi pra një kokdhimbje, siç tregon Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thot një ditë masi që u kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej një varrimi, e varrosën dikon në Beqi, dhe kur u kthy në shtëpi, thot mund kish ka pak një fardhim të vogël e kokës, edhe masi u kthy i thash çka u të dhimt kryja. Edhe më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bel ana ya Aisha wa ra'sah. Tha përkundrazi unë oj Aisha, sa është të më dhimt koka. Wa ma darraki law mitti qabli faghassaltuki wa kaffantuki wa sallaytu alayki thumma dafantuki. Tha e çfarë keqe kam të gjetë ty oj Aisha, sikur të vdisje para meje dhe të pastroja dhe të qefinosja dhe pastaj të ta falja namazin ty dhe të varrosja. Aisha radhiyallahu ta'ala anha, pra këto ishin fjalë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja tha Aishës në formë ngacmimi, por edhe për ta shprehë dashurinë e tij që kish për Aishën radhiyallahu ta'ala anha, të cilën e donte shumë, dhe dëshira e tij ishte që ta ketë Aishën para vetes, por caktimi i Allahut ishte ndryshe. Dhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha i tha, lakinnani bika lakaanni bika an law fa'alta dhalika qad raja'ta ila bayti fa'arasta fihi bi ba'd nisaika. Aisha radhiyallahu ta'ala anha kur i dëgjoi atë fjalë e kthei edhe ajo në një formë gazmore, një përgjigje, i tha, po çka tha nëse ti masi ti bën krejta këto, mlanëm, pastronëm, qefinosëm, varros, tha pastaj kthehesh në shtëpinë teme edhe e merr ndonjënën për grave tua në shtëpinë teme. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e zgjati shumë, veç buzëqeshi me Aishën dhe pastaj vazhduan dhimbjet e sëmundjes së tij të fundit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e dim do thotë që ka qenë traditë e tij që çdo ditë me qenë në shtëpinë e një anës prej grave të tij, radhiyallahu ta'ala anhunna. Dhe në ditën kur arriti radha Mejmuneh bint al-Harith radhiyallahu ta'ala anha, ju rëndu smundja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe atë ditë i kërkoi leje grave të tij që me qëndru në shtëpinë e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, që të mjekohet pra në shtëpinë e saj. Dhe tregon Mejmuneja radhiyallahu ta'ala anha, thot, a ditë e morën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej shtëpisë time,
Abbasi, agja i vet, dhe Aliu radiallahu ta'ala anhu, të dy të e majtë për krahësh, dhe kam t'i tërhiqtin nga dal me vështirësi, kur e nxorën pej shtëpisë së Mejmunës dhe e çunë në shtëpinë e Aishës radiallahu ta'ala anha. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte dëshirë qëndrimin tek Aisha, madje gjatë atyre ditëve vazhdimisht pyeste që ku e kam rënë nesër, të kush kam u kon nesër. Do thot në një farforme me nxipriste me që në shtëpinë e Aishës radiallahu ta'ala anha. Dhe thot Aisha në ditën thot kur erdhi randi tek unë nal, nuk pyet ke ku kam u kon tash nesër, ku kam u kon nesër. Thot se ish në shtëpinë time. Dhe pasi që e çun do thot pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e Aishës radiallahu ta'ala anha, fillojnë me ju shtu dhimbjet, fillojnë me ju shtu sëmundja, sa që ja nisën edhe simptomet e zjarmisë dhe temperaturës së lartë të dridhjeve, aq shumë sa që nëse e prekje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mbi rrobat e tij, kishte mundësi me një zjarminë edhe të nxehtit të trupit. Thotë Abu Sa'id Khudri radiallahu ta'ala anhu, të shkova një ditë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e pashtë të pejgamberin alaihi salam t'u dridh dhe do thot duke përjetu ethët. Dhe e vendosa thot, ja vendosa dorën në trupin e tij, e ndjeja thot atë temperaturën e trupit përmbi mbuloj. Si me thënë, ka qenë mbulum me një qarshaf pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e thot e nishat nxehtit përmi qarshaf. Atë shumë kishte temperaturë. Edhe i thash, ja Rasulullah, ma ashaddaha alejk, o i dërguari Allahut, sa shumë kokë ty vujt, sa shumë pas këtë temperaturë. Dhe më tha pejgamberi alayhi salam, inna kadhalik yudha'afu lana al-bala'u wa yudha'afu lana al-ajr. Tha ne jemi kështu. Neve tha na dyfishohet ose na shumë fishohet sprova që të na shumë fishohet shpërblimi. Pra kjo është gjendja e pejgamberëve të Allahut, të dashurve të Allahut, të cilët Allahu Azza wa Jall don të shpërblej shumë e më shumë. Prandaj edhe i sprovonte me sprov të shumë fisht. Jo sikurse njerëzit e thjesht, sepse e din Allahu Azza wa Jall për secilin se sa mundet me bajt, sa mundet domethënë me i çndru sprovës dhe çfarë sprovash mundet me kalu. Dhe atë që do Allahu Azza wa Jall me ngrit, pastaj e sprovon në këtë formë që me ja shtu shpërblimin. Dhe kjo është begati për besimtarin. Çdo besimtar që e beson Allahun Azza wa Jall, që e beson urtësinë e tij, e beson kaderin e tij, duhet me kuptu këtë realitet sa herë t'i vinë sprovat, çfarë do të qofshin ato sprova. Duhet me kuptu që Allahu Azza wa Jall nuk është duke të sprovu ty sepse po të urren. Përkundrazi, ai po të sprovon ty nga dashuria që ka për ty. Dhe robi do të me kuptu këtë dhe me qenë falenderues ndaj Allahut në si situate, ashtu që është falenderues kur është me begati. Sepse sprova dhe durimin e sprovë pastaj e ngrit robin. E jo të sillet robi me mos pajtim, të sillet me Allahun Azza wa Jall, me piklim, të sillet me urrejtje ndoshta, me revolt. Ajo nuk i përkon një robi të mirë. Nëse Allahu fuqiplot po don më të ngrit, çush ja kthen me të keq. Dhe kjo është mësim që muslimani duhet ta marrë dhe ta implementojë në jetën e tij. Ashtu njëjtë tregon edhe Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, thot një ditë thot shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
edhe e pash në ethe, dhe ja vendosa e preka me dorë, dhe i thash, ja Rasulullah, inneke letu'aku wa'ken shedida, o i dërguar i Allahut, paske ethet shumët, paske ethet të randa, dhe më tha, ajal, inni u'aku kama ju'aku rajulani minkum, tha po që ashtu është, o në dridhem dhe kam ethe, ashtu që shkon ethe 2 persona për jush. Pra, ish sprova e dyfisht, sëmundja e dyfisht, fatkeqësia e dyfisht, torturat e dyfishta, gjitha pejgamberi Allahut i kish të dyfishta, sepse grada ati dhe pozita ati kërkon të një gjë të tillë, dhe megjithatë ai ishte njeriu që i thoshte bashortës në gjysmë, në errësirën e natës, e fela e kunu abden shikura, a mos bana rob falenderues, me gjitha mëkatet e falura, dhe me pozitën e tij më të lartë mesin e njerëzve, me gjitha to ngrihe pejgamberi Allahut natën dhe falej, deri në atë pikë sa që këmbët i ajeshin edhe i qaheshin. Dhe thoshte, e fela e kunu abden shikura, a mos bana rob falenderues. Ky ish Rasulullah. Pastaj i tha Abdullah ibn Mas'ud, i tha, dhalika anna laka ajrayn, tha kjo sepse ti ke 2 shpërblime, apo? Ajal, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe vazhdoi, ma min muslimin yusibuhu adhan min maradin fama siwahu illa hatta Allahu bihi sayyi'atihi kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha. Tha nuk ka ndonjë musliman që goditet me ndonjë sprov, me ndonjë sëmundje, apo sprov tjetër, vetë se Allahu fuqiplot ka me ja largu mëkatet e tij, ashtu qysh i shkundën fletat një pemeje. A ki pa pema dhe thot kur është në stinën e vjeshtës dhe i thahen fletet, pak me prek, këta i bin të poshtë. Ashtu është edhe sprova me besimtarin. Ajo sprov që godit, po marë parasysh çfarë është. A është sprov me sëmundje, apo është sprov me ndonjë tortur, apo është sprov me ndonjë humbje të pasurisë, humbje të familjarëve, çka do qoftë. Dush me ditë që ajo ti shkund mëkatet, pastron pej mëkateve, ashtu sikur se pema qysh i derdh fletat e saj. Dhe edhe Aisha radiallahu ta'ala anha, e cila ish afër, qëndronte afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë atyre ditëve dhe përcillte gjendjen e tij në vazhdimsi, edhe ajo vetë deklaron, thot, ma ra'aytu ahadan ashadda alayhi alwaj'u min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Thot, s'kum pa najkon që ka hek dhe ka pas mundime në fund të jetës së tij më shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra mundimet në fund të jetës dhe momentet e vdekjes, ato nuk aludojnë, nëse ka njeriu don mundime të mëdha, nuk aludojnë se personi është i keq. Mirë po, njeriu vlerësohet në bazë të veprave të tij. Nëse bën sabër, ato janë shpërblim për ta, janë pastrim për ta. Momentet e fundit, po do Allah azza wa jall, ky njeri e ka bërë një mëkat para 40 vjetë, edhe kur s'ka pas mundësi me bëj istikfar për atë mëkat. Edhe do Allah azza wa jall çato momente me afshi. Nuk don me e pa robin e tij me dal në ditën e kiametit me mëkatin e tillë. Dhe ja fshin momentet e fundit. Ndërsa robi apo personi që nuk bën sabër dhe shpreh revolt ndaj gjendjes së tillë, që atëherë është ndëshkim, që atëherë është dënim. Ndërsa, pra, do thot njeriu vlerësohet në bazë të veprave të tij, jo një gjendje e caktuar me aludu në mirësinë apo prishjen e tij.
Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas tradit që kur është anku prej diçkahit, qoftë aspektin fizik, qoftë aspekt tjetër, thot ja ka këndu vetes surat al-Muawwidhat. Al-Muawwidhat janë 3 surat të fundit të Kur'anit. Surja Ikhlas, surja Falaq edhe surja Nas. Dhe thot e ka pas tradit që me i këndu këtë surë në duart e tij dhe me e fërku trupin, me i fry trupit me këtë surë. E thot në fund të jetës së tij kur ju rëndu sëmundja, thot unë ja knojsha këtë surë dhe pastaj me dorën e tij të ndershme ja fërkojsha trupin. Kjo është suneti i muslimanit, suneti i robërve të Allahut, me ndjek rrugën e vulës së pejgamberisë. Jo me ngojt me njëherë të paracetamolit, të ai hapi, mullet të doktori, mullet të ai tjetëri, Në Allah Azza wa Jall e ka qujt Kur'anin shërim, se ka qujt ilaç, që e pinë se din atë bën dobi, ama ka qujt shërim. Vendos dorën në kokë, nëse dam koka, ose kudo që dam në trup, edhe i kënon surët, i kënon ajetet, apo i kënon në duart e tua siç ka bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe e fërkon trupin tënd. Kjo është sa një parë që do të më bë. Që atëherë dëshmon që ti je duke besu se Kur'ani është shifa, se Kur'ani është shërim. A përderisa momenti i parë, domethënë se të kap një dhimbë apo një diçka dhe më njëherë shkon mendja te paracetamoli të doktorit, atëherë po tregon që ti ki problem me besu që Kur'ani është shërim. Teorikisht e beson çdo kush. Po, unë e di që Kur'ani është shërim. Ama praktika jote tregon për realitetin e asaj që ke në zemër, andaj besimtari do të me jetu me sunetin e tillë. Dhe duke qenë në atë gjendje, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndodhte që pej sëmundjes dhe dhimbjeve ndodhte që miradhe të fikt. Dhe në një prej rasteve kur e humbi vetdijen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ra të fikët, gratë e tij do thot u frikun se çka ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe disa prej tyre dyshuan mëse ka një farë lloj sëmundje që quhet dhatul janab. Dhe e morën, thënë me ja, do thot me kuru, me mjeku me një lloj forme, me një lloj ilaçi ku vendoset një ilaç në anën e gojës. Pra, në anën e djathtë ose të majt dhe lihet aty ilaçi që me shëru personin. Sepse do thot në këtë pjesë ku është mishi i dhëmbëve, ku janë fulqit, aty janë damarët do thot dhe shpejt e thithin çka do që tretet. E thithin shpejt dhe e merr trupi shpejt. Dhe tregon Esma bint Umays radiallahu ta'ala anha, thot jemi kon do thot kam qenë edhe unë e pranishme kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ndodhi kjo dhe gratë e veta bisedun mes veti që ta praktikojmë këtë lloj mjekimi dhe e praktikun. Kur i doli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ardh vetdia, pra ju tha ma hadha a fi'lu nisa'in yaji'na min ha huna, thot çka është kjo? A jeni të bë punë që i bojnë ato gratë që vinë prej atjeta dhe bani me dorë ka Abisinia, sepse kjo është një traditë ati vendi. Dhe pastaj i thonë gratë, thonë, po na ja Resulallah u frigum që mës ka godit sëmundja dhatul janab. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha inne dhalike daun, tha kjo që ma keni bo, kjo është sëmundje. Ma kana Allahu li yu'adhibani bihi. Allah azza wa jall nukum ndëshkon mu me kët. La yabqayanna fil bayti ahadun illa ludda illa ammu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
Andaj tha çdo kush që nikon këtu në shtëpi, kur ma keni praktikuar atë lloj mjekimi, tha secili prej jush keni mja bo vetes. Përveç Abbasit, axhës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili nuk kish marr pjesë domethënë në këtë çka më thon, organizim. Edhe kështu që thot Esma bint Umays, sa që thot Maimuna radhiyallahu ta'ala anha, ja dhan luddin edhe pse ish duke agjeruar ditë. Ish duke agjeru e detyruan pra që me përdor këtë lloj shërimi, pra çu thom ilaçin me vendos mrena në anën e gojës, në gjatë ose në të majt. Dhe këto e bani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ndëshkim për ata, do thotë që u dakorduan për një gjë të tillë pa lejen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa lejen e tij. Dhe kjo do thotë ish një mësim për muslimanët. Dhe në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë atyre ditëve tregon Aisha radhiyallahu ta'ala anha e çoi një person pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu për me thirr Uthmanin. Dhe kur ardh Uthmani, pejgamberi alayhi salam e futi brenda dhe i tha tjerëve që të largohen. Pastaj filloi me fol me Uthmanin radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe në disa transmetime thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja vendosi dorën mbi qaf Uthmanit dhe afrojti edhe i tha diçka. Dhe e pam që Uthmani i ndroi fytyra. Thot e shishëm në fytyrë Uthmanin që pindron fytyra. Dhe pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë ja rrahu supet dhe fjalët e fundit që tha ishin ja Uthman inna Allah azza wa jalla asa an yulbisaka qamisan fa in aradaka al munafiquna ala khal'ihi fala takhla'hu hatta talqani. O Uthman, ndoshta Allah azza wa jalla ka me desh që ty me vesh një këmish. Dhe nëse ndodh që munafikët kanë me kërku prej teje me e zhveshti atë këmish, mos e zhvish derisa të më takosh. Pra, ja thot 3 herë të njëjtën këshill. Ishte fjala, do thotë se tash ishin momentet e fundit të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi alayhi salam e kish gajle ummetin e tij se ka me shku, çka ka me ndodh me ta. Edhe mundohej domethënë këtë ditët e fundit që me ju lën vasijete, me ju lën këshilla, me ju lën ato far fjalët e fundit njerëzve, fjalët me rëndësi. Dhe këtë këshill dhe këtë emanet ja la Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe ishte fjala për khalifatin, që ndoshta Allah azza wa jall ty ka më ta vesh petkun e khalifatit. Dhe nëse vinë munafikët dhe kërkojnë prej teje me e zhvesh këtë petk, me lshu khalifatin, mos e lsho detëm takosh, pra det vdesësh. Edhe ashtu ndodhi, do thot me Uthmanin radhiyallahu ta'ala anhu më vonë, kur u bë khalife. Kur u bë khalife Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu, u organizuan munafikët, u organizuan, do thot, njerëzit e prisht, prej krahinave të ndryshme, dhe ardhen në Medinën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, u revoltuan ndaj khalifës Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu, deri në atë pikën sa që edhe i hynën mrena në shtëpi dhe e goditën me shpatë. Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu nuk u tërhoq prej khalifatit. E kjo është domethënë këshilla e fundit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja la Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu. Pastaj ka dhe dohën gjatë këtyre 13 ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la dhe këshilla të tjera, la dhe fjalë të tjera, mbajti një hutbë të shkurtër
dhe folje dhe fjalë të tjera, emanete të tjera drejtuar njerëzve të caktuar apo ummetit të tij në përgjithësi. E që ne shpresojmë që Allahu Azza wa Jall të na mundsojë në takimet e ardhshme ku do të flasim për momentet e fundit të sirrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti përmendim edhe emanetet e fundit të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam ndaj ummetit të tij. Dhe këto këshilla vëllezër të dashur që i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund të jetës tij janë me rëndësi të madhe. Janë me rëndësi të madhe, sepse çdo kush në fund ndoshta ka momente të pakta që ka me folë diçka, me përçu një mesazh. Dhe mundohet njeriu në ato momente me i gjetë senet më të rëndësishme me sa më pak fjalë me ia përçu të tjerëve. Sikurse një prind që din se mas vete ka me lënë e vlad, e tash nëse din që qëtër momentet e fundit, çka me ju thonë të shkëtënve? Çfarë këshillash me ja u dhonë, dhe që ata do më thonë mos me humb, mos me deviju, mos me dështu jetën e tënve, çka me ju thonë këtënve? E në kësi pozite ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetë se jo ndaj bijve të tij, por ndaj sahabeve dhe tër ummetit. Këti ummeti që ka pas gajle ma shumë edhe se vetën. Dhe kur Allah Azza wa Jall i ka dhënë mundësinë me bë një lutje që si kthehet mbrapsht, ka thënë ka me rujt këtë lutje për ditën e kiametit, për kanë? Për ummetin tim. Prandaj këto këshilla të fundit dhe porosi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lënë në fund, janë këshilla që duhet të mbahen fuqishëm dhe duhet të përkujtohen në vazhdimsi dhe të mirën mësim për jetën e secilit. Prandaj ne lutim Allahun Azza wa Jall që na udhëzojnë në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na forcojnë këtë rrugë, dhe lutim atë që mëkatet të cilat i bëjmë, qoftë nga me vetdia apo i bëjmë gabimisht, lutim atë që të na i falë. Lutim Allahun Azza wa Jall që të na marrë shpirtin në rrugën dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe lutim atë që në botën tjetër të na ringjallë me grupën e tij. Dhe kjo është dëshira më e madhe e çdo besimtari dhe çdo personi të ehlus sunetit. Andaj edhe ne e lutim Allahun Azza wa Jall që në ditën e kiametit na ringjall me grupën e pejgamberit ton më dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب